Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu na lartësua, lavdrojmë, qojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me dersin e radhës. Sot do të fillojmë kushtimisht një etap të re në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se do të fillojmë të shpjegojmë fazën finale të kësaj sireje, ajo është çlirimi i Mekës. Pra, fillimet e këtij organizimi apo kësaj ngjarje shumë të madhe, që faktikisht është edhe finalja e krejtë sirës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përmbyllja e saj. Pra, do të flasim disa derse, për arsye se ka shumë zhvillime edhe dobi që do t'i shpjegojmë, që janë në interes për me i trajtu edhe me i pas parasysh ne si musliman. Sot do të flasim për ato shkaqet të cilat kanë kriju deri tek ardhja apo kushtimisht e prishja e marrëveshjes së Hudejbijës, edhe cilat kanë qenë ato përgatitjet e para të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për organizimin apo për mbledhjen e ushtrisë për të nisur edhe për të filluar udhëtimin për çlirimin e Mekës në përgjithësi. Fillimisht po rikthehemi në ngjarje, e keni parasysh që në marrëveshjen e Hudejbijës, e cila ka ndodhur në vitin e 6 të Hijretit, prej pikave të cilat janë marrë vesh mushrikët e Mekës edhe muslimanët gjithësisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte se kushdo nga fisë tjera don mu bashkangjit në këtë marrëveshje ka të drejtë. Kështu që fisi Banu Bekr ka qenë një fis i cili ka banu jashtë Mekës, po në rrethinën e Mekës, pra jo larg, ju kanë bashkangjit si aleat të mushrikëve të Mekës, edhe janë bën kodër tyne, edhe janë fut në marrëveshje edhe ata. Fisi tjetër që ka qenë fisi Khuza'a, që faktikisht edhe këta kanë qenë shumë afër Mekës, si banor, si banim, edhe këta kanë pas një lloj lidhje me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të vazhdueshme. Edhe këta janë fut në aleancë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë marrëveshje. Pra kanë qenë aleat të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, megjithëse jo të gjithë ishin musliman. Dhe kjo është me rëndësi me pas parasysh. Pra fisi Khuza'a janë fut në besatim së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë marrëveshje. E keni parasysh. Edhe, pra ata nuk ishin të gjithë musliman, një numër i tyre ka qenë musliman, mirë po kanë pas një marrëveshje dhe një afërsi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht. Dhe kjo afërsi i kthehet, do të kthehemi këtë në fillim atje të sirës, e keni parasysh që të parë që kanë banu edhe që kanë udhëheq me Mekën apo me Qabën, kanë qenë kush? Cili fis? Fisi Gjurhum. Që faktikisht kur ka qup Ibrahimi a.s. Ismailin së bashku me Haxherën, fisi Gjurhum kanë qenë prej Jemenit, kemi thënë, kanë ardhur edhe janë vendosur në Mekë, pra në afër Qabës, edhe ka bë marrëveshje Haxheria që me marrë prej tyre ushqim për mi leju me shfrytzu Zemzemin, apo ky ka qenë fisi Gjurhum. Dhe këta kanë qenë ata të cilët kanë udhëheq me Mekën qindra, madje edhe mija vite. Domthon derisa tregohet, pra janë popullu Ismaili a.s. është martu prej tyne edhe është zhvillu jeta, megjithëse linja Ismailit a.s. nuk ka qenë Gjurhum, ka qenë linja tjetër, edhe pra prej tyre janë edhe Kurejshitët, edhe çka ndodh këta pas një kohe që kanë udhëheq me Mekën, me Qabën, me organizimin
Ismailit që pra edhe Ibrahimit a.s. të haxhit e kështu me radhë, me kalimin e kohës gjenerat pas gjenerate ka nisë më bë të këqij, edhe me pas padrejtësi, edhe me ju bë zullum haxhilerëve, edhe me i keq trajtu haxhilerët, me shfrytëzu këtë situatë, kështu që fisi Khuza'a që ka qenë një linje Ismailit a.s. arrin që me një betej me i largu Gjurhumin prej Mekës. A i keni parasysh, me i përzam për shkak të kryenësisë edhe zullumit të cilën e kanë pas si sundus. Dhe fisi Khuza'a kanë qenë ata të cilët kanë udhëheq me Mekën edhe këta 100 vite. Edhe pe këtyre është edhe kush Amr ibn Luhej el-Khuza'i. Kush ka qenë Amr ibn Luhej el-Khuza'i, e kemi përmend që në fillim, është ai i pari që e ka për ligj edhe e ka sjell në Mekë adhurimin e idhujve. E keni parasysh. Amr ibn Luhej kur ka shkuar në Sham, edhe zakonisht e ka vizitu Shamin me qëllim tregtisë dhe ka pa pra atë përparimin e Shamit atë kohë, domthonë shumë të hershme, kanë sundu me Shamin Amalikët dhe kanë pas një dinasti dhe perandori shumë të madhe, kanë qenë njerëz të fortë, pra civilizim shumë i madh, edhe Amr ibn Luhej duke i vizitu ata ka marrë një lloj simpatie ndaj tyre që këta janë njerëz jashtëzakonisht mëdhej, edhe i ka pa që ata kanë qenë idhujtar, edhe i ka pa që adhurojnë idhuj, ende tek arabët në Mekë nuk ka qenë i përhapur idhujtaria, e keni parasysh. Kanë qenë në fenë e Ibrahimit edhe në fenë e Ismailit a.s. Edhe kur i ka pa ata atë përparim e sene, ka thonë kush janë këta zot që i adhurojnë, ata i kanë përmend ata idhujt e tyne, edhe ka thonë amani edhe mu, ma jepni edhe mu një prej këtyne, edhe këti ja kanë dhënë Hubel, këtë idhullin Hubel, edhe ky e ka marrë këtë idhull, edhe ka prunë Mekë, edhe këtu ka qenë ai filli i idhujtarisë. Pra këtë e kemi shpjeguar që në fillim atje, Amr ibn Luhej ka qenë Khuza'i, pe fisit Khuza'a. E çka ka ndodhur? Ajo linja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë Qusay ibn Kilabi, që ka qenë, me thonë, gjyshi i 4 apo i 5 i Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është martu prej një vajze nga ky fis, do thënë nga fisi Khuza'a, dhe kanë qenë afërsi pra fisi i Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe fisi Khuza'a, edhe kur është martu Qusay ibn Kilabi, ka qenë një njeri shumë i respektuar, shumë i vlerësuar brenda Mekasve, kur ka vdek udhëheci i fisit Khuza'a, që e ka udhëheq Mekën, ky në një formë e ka marrë udhëhecjen e Mekës, jo me armiqësi ose me një luftë ose diçka, po nga respekti të cilën e ka pas, edhe nga ajo kohë pastaj Kurejshitët kanë qenë ata të cilët kanë udhëheq me Mekën. E keni parasysh. Edhe kjo miqësi ka vazhduar mes Kurejshitëve edhe mes fisit Khuza'a edhe tutje. Pra nuk ka pas ndonjë armiqësi, edhe pastaj edhe pra Abdul Muttalibi, gjyshi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka avancu atë gjendjen ekonomike të Mekasve në përgjithësi me idenë e tregtisë në Sham gjatë dimrit dhe në poshtë në Yemen gjatë verës, gjatë dimrit, pra në Sham gjatë verës, në poshtë në Yemen gjatë dimrit, e ka pa, domthonë, e ka arrit atë prestigjin, edhe ka pas aleanca të shumta me fisin Khuza'a. Edhe kjo afërsi e ka vazhduar edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se pjesë e këtyre marrëveshjeve në një fund ka qenë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikurse që ka ndodhur Hilful Fudul, kjo ka qenë, do thotë, në këtë ka marrë pjesë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe fisi Khuza'a dhe fisi Qurayshit. Dhe kjo afërsi pra ka vazhduar me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prandaj edhe kur e ka bë këtë marrëveshjen e Hudejbijës, kur është shkru, ata automatikisht janë fut me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në këtë marrëveshje dhe janë konsideruar aleat të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shkak kësaj afërsie. Edhe ka pas respekt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj tyre, edhe pse që thash pak më herët nuk kanë qenë të gjithë musliman. Kanë qenë prej tyre edhe idhujtar ende,
po afërsia, pra armiqsinë nuk kanë pas. Armiqsinë nuk kanë pas. E çka ndodh? Edhe pse është arsyeja që e përmendëm apo ju rikthym sirrës në këtë ngjarje, është fakti se masi 2 vjet masi që ka vazhdu marrëveshja e Hudejbis, Benu Bekr, pra aleatet e mushrikinëve të Mekës, edhe fisi Khuzaa kanë pas një lloj armiqësie edhe një lloj lufte para kësaj marrëveshjeje, që ka zgjat edhe ajo me gjenerata. Por gjithmonë kanë pas hakmarrje, luftë, në disa situata kanë arrit ndonjë marrëveshje të shkurt, po vazhdimisht kanë pas armiqësi ndërmjet vete dhe lufta në mes vete. Kur në fut në këtë traktat, në këtë marrëveshje, është ndërprer lufta për arsye se në këtë aleancë kanë bë domosdoshmë jo vetëm fisi me fisin, po kanë bë marrëveshje Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që ka qenë një traktat dhe një marrëveshje shumë më e madhe se sa marrëveshjet e shkurtra që i bënin ata. Megjithatë, fisi Benu Bekr e ka pas atë armiqësinë e vazhdueshme edhe kanë vendosur që me e sulmu fisin Khuzaa, po me një fshehtësi, pra mos mu marrë vesh me kry atë hakmarrjen që e kanë pas, me ba do thot edhe ndonjë plaçk prej asaj që ka mujnë me arrit, edhe janë mundu me ba këta në formë të fshehur që mos mu prish edhe marrëveshjeja. Në anën tjetër, para se me ba këtë, janë konsultu me mushrikët e Mekës, edhe kanë thonë që dojnë me realizu një sulm të fshehur, një hakmarrje të fshehur, edhe kanë prit aprovimin e mushrikëve të Mekës. Mushrikët e Mekës faktikisht e kanë aprovu këtë për 2 arsye. Arsyeja e parë, e kanë pa në një formë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që është të marrë me pjesën veriore, me betejën e Mu'tes, pastaj betejë e Dhatis Selasil që e kemi përmend javët e kaluara, edhe kanë thonë që domthonjë një sulm sporadik i thjesht që smirrat vesh nga kush ka ndodh, domthonjë është diçka e thjeshtë edhe e kanë përkrah këtë edhe e kanë konsideruar që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk mirret me ta për shkak se ka punë më të mëdha edhe ka vështirësi më të mëdha për arsye se është duke u marrë me veriu në përgjithësi. E keni parasysh. Edhe e kanë aprovu, madje ju kanë ndihmu edhe me armatim, edhe me njerëz. Edhe çka ndodh një natë prej netëve, duke qenë fisi Khuzaa në një, me thonë, ka qenë një pus el-Watire, e ka pas emrin në atë kohë, kanë qenë të mbledhur fisi dhe kanë banu, kanë qëndru aty, dhe në mramje, këta kanë mendu që e bëjnë një lloj sulmi thjesht që e mysin një person e 2, marrin diçka prej pasurisë tyre edhe ikun edhe fshihet edhe nuk mirret vesh kur gjë. E keni parasysh, që kjo ka qenë qëllimi. Jo që do të bojnë, realizojnë ndonjë betejë. Mirë, po kur këta afrohen edhe fillojnë me realizu këtë, kuptohen nga banor, domethënë nga fisi Khuzaa, edhe bërtasin edhe qohen prej gjumit edhe fillojnë me reagu, edhe në fakt realizohet një betejë shumë e madhe. Edhe nuk është diçka që mundej mu bë fshehur azi, pra bëhet shumë e madhe, e 20 vet prej Khuzaas vdesin, domethënë mbyten. 20 vet kanë qenë shumë për atë kohë, ju e keni parasysh në betejën Bedrit kanë qenë sa 314, sa kanë vdek, pra nuk është që 20 vet ka qenë një numër shumë i madh për atë kohë. Pra edhe bëhet shumë e madhe edhe transmetohet një ngjarje sa që njëri prej fisit Khuzaa atë shumë sulmohet edhe atë shumë edhe dojnë me vra edhe pej tyne, kjo vendbanimi tyre nuk ka qenë në harem, pra në pjesën ku është konsideruar harem i Mekës, e keni parasysh, kanë qenë periferi. Edhe ky pej tyne edhe futet në harem, edhe faktikisht kush futej në harem, pavarësisht a është në armiqësi, a është në luftë, ka qenë i rujtun edhe ka qenë nuk e kanë sulmu edhe nuk ka pas drejt kurkush me u sulmu, edhe ky pasi që futet në harem thot unë jam i shpëtuar, më thot edhe kur vjen dikush edhe i afrohet dikush pej Benu Bekr për me e sulmu, i thot tut ju Zotit për arsye se jam në harem, edhe nëse din që ka Zot, atëherë
tutje Zotit, që e keni parasysh mushrikët e Mekës e kanë besu Zotin, por i kanë shoqëruar në adhurim edhe ato idhuj që i kanë pas për rreth Mekës. Edhe çka thot ky i Banu Bekr, thot sot për mua s'ka Zot. Edhe e sulmon edhe mbyt. Edhe kjo ka ba një jehon shumë të madhe, edhe një gjë shumë të madhe, sa që fisi Khuzaa përgatitet me 40 persona, mas këtij sulmi edhe kësaj tragjedie që ndodh, përgatitet me 40 persona edhe udhtojnë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Për mi tregu lajmin edhe për me kërku ndihmë se kjo që ka ba është prishje marrëveshjes. Edhe kur vinë ata te udhëhesi i Khuzaas, madje nuk vërtetohet a ka qenë ky udhëhesi musliman apo jo. Për arsye se nuk vërtetohet, pra kur afrohet e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe i flet atij, i flet me poezi. Ju e keni parasysh arabt kanë qenë aq të përgatitur edhe aq ka qenë e përhapur te ata poezia, edhe kur kanë dashur me lan dikim edhe me lan do thot me nxit, e kanë formulu biseden edhe fjalimin e tyre në formë të poezisë. Edhe poezia është e njohur, një faqe poezi është e gjatë, ka shumë fjalë do thotë që përdoren do thotë fjalë të hershme të gjuhës arabe, edhe është në arabistën shumë pastër, madje edhe unë nëse lexoj kam nevojë me përdor fjalor për me e kuptu për arsye se është gjuhë shumë e thellë. Edhe e formulon kërkesën edhe fjalimin e tij para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me këtë poezi, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet. Përmbajtja e poezisë është që na kanë sulmuar në mramje, pra ka qenë tradhti e kështu me radhë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aprovon edhe i thotë që këtë nuk do ta tejkalojmë për arsye se kjo është do thotë thyrje e marrëveshjes. Edhe i përgjigjet që do të kthehem edhe do të vi në ndihmë edhe kjo nuk do të anashkalohet. Edhe me kaq fillon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përgatitjen, por jo në formë me tregu detajisht që do t'jetë sulmi i ardhshëm Mekeja. Pra kjo është e rëndësishme me pas parasysh. Në anën tjetër, kur Mekasët e kuptojnë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka shku lajmi, edhe kjo që ka ndodhur, pra ka dalë jashtë atë kontekstit asaj që ata e kanë paramendu. Pra arsye se ata kanë paramendu që është një gjë e thjeshtë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam smirret me këtë për shkak se ka punë tjera dhe po kur e kam pa që ka dalë pej dore edhe 20 veta, nuk janë pak, dhe në disa transmetime, për me qenë korrekt, në disa transmetime thuhet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dërguar një delegacion të Kurejshitët edhe ka kërkuar prej tyre që të heqin dorë prej Banu Bekra. Pra të heqin dorë në kuptimin që këtë aleancë që kanë bërë me ata e kanë thyer edhe të heqin dorë. Mirë, po ata nuk pranojnë me heq dorë për arsye se Banu Bekra faktikisht kanë qenë të vetmit që kishin betur mushrik në kuadër të mushrikëve të Mekës. Shumica e banorëve që kanë qenë për rreth Mekës edhe fiseve të ndryshme, vese kishin fillu, edhe nëse nuk futen tërësisht në Islam, grupe dhe xhamate shumë, domthonë numër të madh të fiseve të ndryshme që ishin futur me Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në Islam edhe ishin bërë musliman. Prandaj heqja dorë prej tyre ishte në një formë edhe heqje dorë prej vetvetes së tyre. Pastaj thuhet se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar prej tyre që të shpagujnë edhe damin. Për arsye se 20 veta janë mbyt, duhet paguhet kjo dhe ishte një shumë e madhe. E keni parasysh nëse për një person ka qenë për afërsisht 100 deve, për 20 persona sa pi bjen? 2000 deve, një numër ma shumë se 2000. Po 2000 deve, pra është një numër shumë i madh, nëse kthehet në pasuri, është një shumë jashtëzakonisht e madhe që edhe me dasht është problem me përballu atë shumë. Prandaj edhe thuhet që edhe pas këtij refuzimi, pavarësisht kësaj, ata fillimisht kur e shohin që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ka shku lajmi edhe nuk do ta lej këtë punë të tejkaloj ashtu pa asgjë, atëherë mblidhen banorët e Mekës dhe thonë çfarë do të bëjmë. Për arsye se në asnjë formë nuk ju konvenonte ballafaqimi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në betejë. Për arsye se ishin dobësuar tërësisht, nuk është që janë përgatit
në këtë kohën e 2 vitësh që e kanë pas marrëveshjen edhe që s'kan pas luftë, nuk është qenë përgatit, për arsye se janë marrë me tijaretet e tyre, me punët e tyre, nuk është që kanë pas ndonjë parashikim u ballavaçu me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, prandaj edhe kjo ishte diçka befasi për ta. Edhe nuk din ç'a me bë, nuk din kush me u ballavaçu me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që me e ripërtri edhe me konfirmu këtë marrëveshjen e hershme, prandaj nuk ju mbetet diçka asgjë, vetëm se Ebu Sufjani thot unë do të më shku. Se s'ka kënd me qu, unë do të më shku edhe mu taku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe me tentu me rikthy marrëveshjen të cilën e cila faktikisht është prish. Vjen Ebu Sufjani, fillon udhimin edhe vet, jo me ndonjë grup prej njerëzve, domosdoshmë vetë për me tregu afërsinë që kishte edhe nevojën për me vazhdu marrëveshjen, vjente Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam takohet me të, po absolutisht nuk i flet. Me një fjalë, as nuk e çorton, as nuk i thot ju e keni prish marrëveshjen, as nuk i thot që marrëveshja vazhdon, por i tregon që faktikisht nuk i jap përgjigje për arsye se ai bën kërkesë pra që marrëveshja të konfirmohet, të vazhdojnë dhe kjo të i kalohet, po Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk i jap asnjë fjalë. Pra nuk ja konfirmon edhe refuzon me komuniku me ta, për shkak të thotë të veprimit të shëmtuar të cilën e kanë bë edhe e kanë përkrah. Dhe Ebu Sufjani mbetet, nuk din çfarë me bë, dhe vendos me shku tek Ebu Bekri. Për arsye se e ka ditë që Ebu Bekri është i afërt me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka thonë ndoshta do të ndërmjetësoj për mua edhe me e diskutu këtë marrëveshje edhe një herë. Kur shkon Ebu Sufjani te Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, Ebu Bekri thot as që vjen shprehje. Për arsye se ky është vendimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe unë nuk jam në gjendje me shku edhe mi thonë rishqyrtoje këtë mendim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk pranon, thot, në asnjë formë nuk e bëj këtë. Pra refuzon automatikisht. Kur mbetet kështu, atëherë shkon tek Omeri radhiyallahu ta'ala. Omeri ka qenë edhe më i ashpër, edhe më shpërfillës, madje edhe e ka nënçmu edhe më shumë. Edhe thot, qysh, ti mu po lyp që une me ndërmjetësu për ty, kush je ti te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Domthon e ka konsideruar si nënçmim që me shku mi fol Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për Ebu Sufjanin. Domthon e ka konsideruar që jo diçka që zbahet, po faktikisht nënçmim për veten e tij, edhe domthon konsiderim në një formë se ai i cili ndërmjetëson për dikon çka faktikisht është një lloj preference, është një lloj pra ka një mendim të mirë ndaj atij personi që po ndërmjetëson për të. Ai ki parasysh. Edhe ky e ka konsideruar që unë me bë këtë hap faktikisht për juve është do thot një ngritje. Kështu që unë ju nuk e meritoni as këtë që unë më shku mi fol. Jo ka pranu as ka pranu, po domthon nuk e meritoni këtë që unë me ju përfasu juve edhe me shku në emër të juaj me kërku ndërmjetësim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me rishqyrtu këtë qasje apo këtë qëndrim. Dhe e tall edhe e refuzon. Mbetet Ebu Sufjani edhe nuk din çka me vendos, edhe vendos me shku tek kush? Tek Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Aliu ka qenë i afërm pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po në njëjtin kohë ka qenë i afërm edhe i Ebu Sufjanit. Për arsye se ka pas afërsi, edhe faktikisht kur i flet Aliu thot o Ali thot ti je njeriu që faktikisht me akraballëk, me thonë kushtimisht, je ma i afërti në Mekë, në Medinë që qëndron, që je. Prandaj, faktikisht e ka shfryzu këtë afërsinë e gjakut që me detyru Aliun me shku mi fol Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, andaj kërkoj prej teje me shku edhe me ndërmjetësu të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për me rishqyrtu këtë qëndrim. Mirë po, edhe Aliu radhiyallahu ta'ala anhu thot nuk kam mundësi, për arsye se ai është i dërguar i Zotit të Madhërisëm dhe vendimi i tij për mua është fjala e fundit. Unë
kur në jetën tem nuk muj me shku mi thonë edhe rishqyrtoje këtë qëndrim. Kështu që kategorikisht ka refuzu për shkak të respektit ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe mbetet Ebu Sufjani në disa transmetime thuhet që Fatimja ka qenë afër, për arsye se kur i ka shku në shtëpi Aliut radiallahu ta'ala anhu, Fatimja ka qenë me Hasanin në shtëpi. Edhe kur e ka pa Ebu Sufjani, ju ka afru Fatime se i ka thonë, o gruaja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot nga ajo gjendja dhe situata e ranë në cilën ishte, thot çaje bilespaku këtë djalin e vogël që le t'ja zbut zemrën gjyshit tina që me e rishqyrcu këtë qëndrim. Pra Hasani, në atë kohë Hasani ka qenë i vogël, 5 vjeçar, 6 vjeçar, domethënë ka lyp ndërmjetësim edhe me këtë djalë të vogël që ndoshta për shkak të rahmetit edhe vogëlsisë mundet me e zbut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që me ndryshu qëndrim ndaj kësaj marrëveshje në përgjithësi, mirë po as Fatimeja nuk pranon absolutisht në këtë gjendje edhe refuzon. Atëre prap i kthehet Aliut radiallahu ta'ala anhu Ebu Sufjani dhe i thot, çka po më thunë me ba? Çka po më thunë me ba? Për arsye se është një situatë shumë e vështirë për mu. Aliu thot, për Zotin thot, nuk kam ndonjë sen edhe se di që mundesh me ba diçka, vetëm se mundesh me shku afër xhamis apo në xhami, edhe me kërku, e keni parasysh atë farë dorzani në një formë që e kanë pas, e kemi përmend në disa raste edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka dashur mu fut në Mekë, masi që ka shku në Taif, që njëri prej mushrikëve e ka afru Mut'im ibn Adi, që i ka thonë unë hi garanspa, edhe ka thonë mundesh me shku aty në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe me proklamu që kërkon mbrojtje, ndoshta dikush ose pejgamberi sa ose dikush mundet me thonë ndonjë fjalë të mirë për ty. E keni parasysh. Edhe ky shkon edhe bën këtë proklamim edhe këtë kërkesë, po edhe aty askush nuk ja aprovon këtë, edhe i poshtrum, i nënshtrum, kthehet. Edhe ndodh një ngjarje, ajo ngjarje është në fund, po unë po e përmend në keq çfarë ka ndodhur me Abu Sufjanin, pastaj do të ndalem në 2 pika apo 2-3 pika që janë të rëndësishme me i pas parasysh ne. Ajo është se mas kësaj shkon Abu Sufjani edhe në një vend tjetër. Ai vendi ku ka qenë? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i martuar me Ummu Habibe. Ummu Habibe kush ka qenë? Ka qenë vajza e Abu Sufjanit, apo? Ramla bint Abi Sufjan. Ramla bint Abi Sufjan, Ummu Habibe ka qenë prej të parave që kanë pranuar Islamin me burrin e saj, i cili faktikisht ka bërë hijret në Etiopi, në Abisini, prej të parave që kanë bërë hijret, edhe kemi përmend që burri i tij faktikisht duke qëndru atje, duke ndajt me krishterët, bëhet i krishter, edhe vdes. Pas një kohë vdes edhe Ummu Habibe mbetet e vetmume te Nejashiu në Abisini. Edhe çka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkon dorën e saj nëpërmjet Nejashiut edhe marton, apo e marton duke qenë ajo ende në Abisini. Edhe Nejashiu e ka marrë përsipër edhe mehrin dhe kemi përmend kur e kemi përmend gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një temë të veçantë. Edhe Ummu Habibe është kthy në Medinë, atëherë kur është kthy kush? Xhaferi. Xhafer ibn Abi Talibi. Çatëherë u kthy, pra në afër betejës së Khajberit, atëherë u kthy. Edhe çatëherë kur u kthy, është vendosur në Medinë dhe atëherë ka bashkëtuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si gruaja e tij, edhe Abu Sufjani ka shku në shtëpinë e vajzës së tij, Ummu Habibe. Edhe kur është fut në shtëpi, e ka prit vajza e tij, e ka prit, ja ka qel derën kur është fut, ka dashur më ul në një vend
ku ka qenë i shtrim ai me thonë qebe apo një shtroj, ku ka fjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po para se mu ul Ebu Sufjani, Habibeja Habibe e ka marrë dhe e ka tërhek ata, e ka qenë nalt, edhe është ul në aty poshtë, pra jo në shtrojen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Ebu Sufjani nga ky veprim thot, o vajza jam, thot, kjo çka bën e ti nuk e di, thot, a mbrojte mu prej kësaj edhe po do me maqit diçka më të mirë, apo e mbrojte këtë shtrojen prej meje. Pse e bën këtë veprim? Atëherë Habibe thot, këtu flan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prandaj nuk kum dasht që ti mu ul edhe me ndot me shirkun tënd, thot me mosbesimin tënd. Prandaj edhe ka refuzu me ul për shkak, ne e dim parimisht edhe jo besimtarë dhe mushrik nuk janë të ndyt aspektin pra konkret, po në aspektin kuptimor, besimi i tyre është i ndyt edhe është i papastër. Po sidoqoftë, kjo thot edhe e sheh Ebu Sufjani që edhe aty nuk ka ndonjë veprim edhe Habibe nuk e pret mirë, edhe kishte arsye për këtë, për arsye se ne e dim që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumë raste i ka urdhëruar muslimanët të cilët e kanë pranuar Islamin dhe prindrit e tyre kanë qenë jo besimtarë që mu sjell mirë me ta. Mirë po në këtë rrethon Ebu Sufjani ka qenë prej atyre që vërtet jo që i ka bërë zullum këtë muslimanëve, por shkaku i tina edhe vetë vajza e saj vajza e tij ka bërë hijret në Abisini, edhe sa vite ka qëndruar pra si refugjate, si do bëhen jashtë vendlindjes së saj, si rezultat i mundimit edhe veprimeve që i ka bërë vetë Ebu Sufjani, prandaj edhe nuk kishte lënë vend për ndonjë respekt më të madh. E keni parasysh. Edhe për këtë shkak, pas kësaj Ebu Sufjani i hyp mjetit, të thotë devës së tij, edhe kthehet nga ky udhtim pa asnjë rezultat. Këtu do të ndalemi pak të kuptojmë që vëllezër të nderuar, e keni parasysh Ebu Sufjani kush ishte? Ka qenë udhëheci kryesor i Mekasve. Ai që i ka udhëheq në Bedër, pra e ka shpëtuar edhe atëherë ka qenë udhëheci kryesor, megjithëse nuk ka marrë pjesë në betejë, po ka qenë kryesori. Pastaj në betejën e Uhudit është ai i cili ka triumfuar edhe është krenu për atë fitore. Pastaj në betejën e Hendekut e keni parasysh me 10.000 ushtar e kanë rrethuar, ky ka qenë udhëheci kryesor, pra gjithmonë ka qenë në kulm. Edhe deshti Allahu që mas 2 viteve të bjerë aq poshtë që mos me e llogarit, apo si thonë në gjuhën e popullit, mos me bë hesap kurkush prej njerëzve, madje as muslimanët e thjeshtë. Edhe kjo është do thotë ajo ramja e cila ka ndodhur me këtë njeri, pra kush ka qenë edhe çfarë ndodhi me të në një periudhë shumë të shkurtë kohore. Prandaj, megjithëse ky e pranon Islamin edhe për historinë e tij do të flasim më pastaj, po du me përmend në këtë etapë të historisë apo të sirës se në çfarë gjendje ka ardhur, pra kur kush nuk ka gjetë një person, një njeri prej medinazve, qoftë prej atyre muhaxhirëve, qoftë prej ensarëve, që bile s'paku me pas një simpati ndaj tij për shkak të situatës edhe rrethanës, edhe kështu ka ardhur në çmimin e tij, madje kur kthehet në Mekë, edhe i thonë se çka ka ndodhur, ka thonë kur gjë nuk arrita me bë, kam tentu këtë, pra ju përmend, thot në fund Aliu pra më ka udhëzu me vepru këtë veprim, thot çka ndodhi, thot as këtu nuk arrita kur gjë me bë, atëherë thot kjo i thonë banorët e Mekës, kjo çka ka ndodhur, ka qenë në nënçmim për ty edhe për ulje e asgjë tjetër. Po sidoqoftë, kjo është do thot ajo çfarë ka tentu me bë Ebu Sufjani, të cilën pra nuk ka arrit me kur asnjë sukses, qoftë as me një përqindje të vogël. Pas kësaj, jeta në Medinë në një kohë të caktuar pra ishte vazhdueshme, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillon do thot një thirrje për mobilizim të përgjithshëm, thirrje e jashtëzakonshme
që asnjëherë nuk ka thirrë në atë njëjtin formë. Mobilizim domthon i kretëve, edhe i ensarve, edhe i muhaxhirëve, madje edhe i atyre fisëve që kanë qenë përreth, që kanë qenë pra e kanë pranuar Islamin, pra një thirrje të gjithëve që mu përgatit për ushtri, edhe për me marrë pjesë në betejë. Mirë po, askush nuk e dinte për ku. Pra nuk ishte lajmërimi për me shku në Mekë, për arsye se nuk ishte bërë kjo bisedë. Në anën tjetër ishin taze beteja që i kishte zhvilluar në veri, me Shamin, me arabët krishterë më poshtë, pra edhe kur kush nuk e dinte se çfarë po ndodh. Po mobilizim i jashtëzakonshëm do thot i përgjithshëm që asnjëherë thash në histori nuk ka ndodhur sikurse kjo. Edhe çka ndodh brenda këtij organizimi zgjedh një grup prej vëzhguesve, pra ekspedit apo vëzhgues, një numër i caktuar do thot i disa ushtarëve, edhe i urdhëron me dal në anën veriore, edhe me bë vëzhgim. Ju e keni parasysh zakonisht ushtarët kanë qenë ushtria, para se të bëj ndonjë lëvizje, i ka ta vëzhgues paraprakisht që shkojnë edhe monitorojnë terrenin se si është gjendja, para se mu fut ushtria me numër të madh, mundet mu fut në ndonjë kurth apo në ndonjë situatë rrethon, pastaj do të jetë e vështirë, prandaj gjithmonë ushtrisi i paraprin vëzhguesit. Edhe ky ka urdhëruar me shku vëzhguesit në veri, prap. Edhe kjo ka qenë e kuptueshme nga të gjithë që synimi është do thot veriu, e asesi do thot të ana e Mekës. Edhe kështu ka vazhduar një kohë caktuar, njerëzit janë përgatit, ju e keni parasysh kur është lajmëruar, në disa raste janë dalë për një herë kur ka qenë diçka e ngutshme. Edhe janë dalë ata njerëz që kanë qenë më të përgatitur, po kur ka qenë ky mobilizim i përgjithshëm, atëherë ju ka dhënë një kohë, një javë apo disa ditë derisa të bëhen gati blerja e gjërave esenciale, pastaj ushqimeve, gjërave, domthon lënia e familjeve, do thotë, pra gjitha këto ka dhënë kohë. Edhe në anën tjetër kur kush nuk, madje është një transmetim që në fillim as Ebu Bekri nuk e ka ditë se për ku ju nis. Edhe tregohet një bisedë, zakonisht Ebu Bekri o shku me bë ziaret vajzën e tij, Aishën radhiyallahu ta'ala anha, në shtëpi, edhe kanë bë bisedë sikur baba me të bijën, edhe gjatë një bisede i thot Ebu Bekri Aishës, thot a e din që pejgamberi sallallahu është duke përgatit për një ushtri të madhe. Aisha thot po e di, fakt unë jam duke ja bë gati ato gjanat që kam i marrë me vete, pra jam duke përgatit. E thot a pe din ku po nis, ku po shkojmë? Aisha thot nuk di. Ebu Bekri thot as unë nuk pe di, hala. Kështu që kjo bisedë përcillet që as Ebu Bekri në fillim nuk e ka ditë se për ku është nisur ushtria. Pra ka qenë në një fshehtësi strikte, për arsye se e keni parasysh nga njëherë disa veprime duhet më bëjmë në këtë fshehtësi, për arsye se kur i thu diku qëre, unë po të kallëzoj veç ty, mos i kallëzo, nuk do të thotë që kjo do të mbetet në atë fshehtësi, për arsye se ai kallëzon dikujt që e ka të afërm, e kështu me radhë mundet më përhap, pra ka qenë një fshehtësi shumë strikte, edhe nuk e kanë ditë njerëzit deri në momentet e fundit. Përgatitja është bë, ka qenë një përgatitje jashtëzakonshme, parafërsisht 10.000 ushtarë janë bë gati, që ka qenë numri më i madh që është njoftë në histori deri në atë kohë, pra nuk ka qenë një numër më i madh që është përgatitur prej muslimanëve. Në betejën e Hendekut kanë qenë sa 10.000 kanë qenë mushrikët e Mekës. Së bashku me aleatët që i kanë bë, kanë qenë 10.000, jo më shumë. Pra edhe këtu janë bë gati 10.000, pra i njëjti numër, edhe janë bë gati për me dalë edhe me u ballafaqu me Mekën. Mirë po, lajmin për dalje edhe për synimin e Mekës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bë, me thonë tash konkretisht, jo një ditë para nisjes, po me thonë 10-15 orë para nisjes. Jo më herët. Në ma 10-15 orë para nisjes ju ka tregu që synimi jonë është Mekeja e jo ana të cilën ju po mendoni që do të shkojmë. Edhe në atë moment mirët vesh që do të shkojnë për në Mekë. Edhe niset ushtria për në Mekë, e para se mu
me dal ushtria, ndodhe edhe një ngjarje që zakonisht hoxhallarët e kanë përmend, ajo është ngjarja Hatim ibn Ebi Belta, pra i cili ka qenë prej radhëve të muslimanëve dhe e bën një veprim që është nënkuptuar që ka qenë tradhti, veprim për të cilën inshallah do të flasim javën e ardhshme me lejen e Allahut, edhe do të shpjegojmë edhe ato trajtime edhe shpjegime të cilat nxirren nga ajo ngjarje inshallah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah i shpërblet.